Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwane illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahut të xhaleshanuhu, atë falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht sot këtë ditë të bekuar të xumas, e që si temë do ta kemi i riun mes të mirës dhe të keqës. Që është i ri në fenë islame nuk është barë, por është nder. Është një mundësi që Allahu xhaleshanuhu e ka dhënë për me bë gjanat mëdha. Përmes adhurimit, përmes diturisë, përmes veprave të mira, përmes qëndrimit ndaj të vërtetës, një i ri bëhet dritë për veten e tij dhe për gjithë botën. Ajetin që e lexova më herët është në surën Rum, ajeti 54, ku Allahu xhaleshanuhu thot: Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Allahu është ai që i krijoi në një gjendje dopt. Pastaj, pas asaj dobësie, ju dha fuqi. E pas fuqisë, dobësi dhe pleqëri. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu dhul xhelal na i bën me dije krejt fazat e jetës tonë në këtë jetë, në këtë botë. Fillimisht ne të gjithë jemi kriju në gjendje dopt, në gjendje foshnje, të rrit, të i mësu gjanat elementare. Pastaj, pas kësaj dobësie që s'kemi mujt as me fol, s'kemi mujt as me hec, s'kemi mujt kur gjo me bon këtë fazë. Allahu dhul xhelal në ka dhënë fuqi me fol, me punu, me vepru, dhe pas saj periudhe, pas fuqis, do të atim se vjen faza tjetër e dobësis dhe e pleqëris. Vëllezër të ndershëm besimtar, në ligjëratat e kalume, ne kemi shpjegu 3 lloj të rive: rinia udhëzume drejt, rinia e devijume dhe rinia e cila është në konfuzion mes mirës dhe të keqës. E sot do të ndalemi këtu te rinia e cila është mes mirës dhe të keqës. Ky ri është me shumë dyshime, e njeh të vërtetën, është i kënaqur me të vërtetën, jeton shoqëri të mbrojtme, por dyert e të keqës janë të hapme në të gjitha anët. Kjo ka kriju dyshim besimin e tij, devijim sjelljen e tij, dobësinë veprimet e tij. Do të thonë, ky lloj i trive është pasiv në jetën e tij. Ky lloj i trive ka nevojë për forcë, për me i josh, forcë e cila do t'i udhëzoj në rrugën e drejtë, rrugën e pejgamberëve që i ka dërguar Allahu xhaleshanuhu.
rrugën e Kur'anit famalar që e ka zbrit Allahu Xhaleshanuhu. S'do mend se devijimi i rinis dhe problemi i tyre është shumë i madh. Por shkurtimisht në këtë ligjërat do t'i përmend me arsijet sepse ka ardhur deri te devijimi dhe vështirësitë që po i posedojnë të rit në këtë kohë në për të cilën po jetojmë. Siç e dim se faza e rinis është një fazë ku zhvillohet trupi, zhvillohet mendja, sepse është një fazë në të cilën trupi, mendja dhe gjithë trupi i njeriu pëson ndryshime. Në këtë etapë është me rëndësi se cili prej nesh ta kontrollojnë vetën tonë. Do t'jemi nga ata të cilët çdo fazë të jetës tonë ta shfrytëzojmë ashtu siç na mëson Zoti dhe ashtu siç na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej shkaqeve të rëndësishme që devijojnë rinia e para sipas ulemave është kotësia. Kotësia është pafuqia e cila i vret proceset mendore, e vret mendjen, e vret fuqinë e trupit. Sepse, siç e dim, trupi ka nevojë vazhdimisht për lëvizje dhe për punë. Për atë ka kriju Zoti, jo me fletë, jo me qeni kot, jo trunin me lënë kotësi. E ka sus shkollën fillore dhe që ati vënën pushim trunin, nuk do të me përdor. Shumë të ri, për fat keq këtu devijojnë. S'ka nevojë me angazhu trunin. A truni vëllezër të ndershëm besimtar duhet të angazhohet 24/7 edhe kur jemi në gjumë. Në rast se është i angazhuar mrena ditës truni, ma mirë pushon truni. A nëse e lojmë këtë trunin tonë për shfrytzu, atëherë çdo mend se edhe gjumin nuk i kemi në rregull. Nuk është e thënë e kemi përmend edhe herave tjera, që të vazhdohet me shkollim pakufishëm. Shkollimi është i nevojshëm, diplomat janë të nevojshme, por jo të ngaremi mas diplomave që për fat keq sot gjeneratat e reja ju intereson dokumenti. Si ti kanë të dokumenti? A më një dalin zot ati dokumenti? Pikpytje e madhe. Do të mësojmë dhe të bojmë program në jetën tonë leximin. Çdo shtëpi muslimane, besimtare dhe besimtar, do të ketë bibliotekën e tij personale, në të cilën do të lexon disa faqe në ditë. Këtë besimtar dhe besimtare nuk e ka kur kotësia. Ama nëse i mormi vetëm mi pas në raft, edhe mi kallëzu të tjerëve se kemi shumë libra, ajo është gabim shumë i madh vëllezër të ndershëm besimtar. Pastaj largimi dhe ftofja mes rinisë dhe anëtarëve të vjetër familjes. Për fat keq vëllezër të ndershëm besimtar. Ky fenomen mo është për ditëshmëri e secilës shtëpi. Trit dhe treja tona, sot nuk i dojnë të vjetrit, nuk i dojnë të më shumë. Fenomen të cilën ne bisedat tona private që i kemi në përditshmëri, kemi merak gjithmonë, kemi pas merak me alun fajnë dikuj, ki ka fajet, ai ka fajet, ki qetri ka fajet, kur nuk ja drejtojmë gishin vetës tonë. Jemi mësu, jemi ushqi që dikuj tjetër që alun fajnë, tjetër kush i ka fajet. Edhe në këtë largim dhe ftoje mes rinisë dhe të vjetërve dhe pleqve tonë,
Në biseda e sipër, ja lojmë, korona vëllai ka fajt. Jo, si pas meje, korona vetëm se ne ka zbuluat brendësinë e zemrave tona që kemi pas. Ne kishmi pas hazër, po se be përbu korona që ne të shpartalohemi, që ne plakin mos ta dojmë, që ne plesh mos të nderojmë. Kjo është një ftofje e madhe mes të rive dhe pleçve. Shpesh herë kemi ankesa të ndryshme sepse jetojmë me xhamat, me popullat. I shtrëmojnë buz 33 jetë kur vjen një i më shumë ose një e më shumë. Kur kush nuk do me pas në shtëpi vetë mysafir, vëllezër. Baballarët tonë dhe nanat tona këto kushte si kanë pas. Baballarët tonë dhe nanat tona shtëpiat i kanë pas me kirpiç. Baballarët dhe nanat tona nuk kanë pas ardhmë sa kimi na sot. Hinme, paresh kur të shqip. Ma pak kanë pas. Po kanë pas dignitet. Ato pa misafir, s'muni kanë paramendu natën kur s'ka pas misafir. Ato janë sikleta dhe kanë pas problem që s'kanë sonë të misafir. I riu dhe e reja jonë sot, s'do mi pa misafir. Shko që a gjenë kafe, zateke. Shko që a gjenë kafe takoje. Mos e bërë të shpia. A shpia tona sot, 2 katëshe, 3 katëshe, 4 katëshe, 5 katëshe, që si shfridzojmë, vetëm për çalam i bojnë. I keqa me madhe që po ndodhë, që u du të thonë dhe ka me thonë, sa të marë frim ka me thonë të vërtetën, sa të marë frim, deri në atë moment. E murë dikush, se murë dikush, e kuptoj dikush, se kuptoj dikush, unë e kam përbërsh me folë, vëllezër të ndashën besimtar. I keqa me madhe, edhe kur i vdesa i plak dhe e plak. Misafirt, ku ja presin? Ku pi presin misafirt, vëllezër të ndashën besimtar? Kërkun hje që, pse ka përnua e babë dhe e no? Kuptohet tash sezon e verës, tash mos këtë kuptohemi. Ash mirë nërë flatë më nalë. Këtë në regull në kjo. Këtë në regull. Mirë po në sezon dimni, ti të në qadër. Edhe t'ja priq babës dhe nanës më si ka vdek misafirt në qadër. Allah që toni t'i binë vetit mas. Unë personalisht do të filloj t'a praktikoj. Në rast se ndodhë që dimnit në qadër në ashtin do të kthej prapë. Shpalon kërkana, i ka me pa. Le që e zvoglum këtë pamën, pi 1 javë ditë, 5 dite, 3 dite, te vorëte, tash edhe mikpritja nuk ka si do të. I ri dhe e re. Gjithë shka që kanë vepru, vjetrit tonë, kanë pas dikun që janë bazu. Nuk ashtë e kodë, mos ta kuptojmë të kodë këta, për kontra zi, pi pleqve, kuptojmë, pi pleqve, mësojmë, tako sa ma shumë me atë nanë plak nëse e kije, ma atë ba plak sepse do të vijë një moment. E di që si kërkojnë sot. E shtë thonë, do t'i kërkojnë, ama e di që si kërkojnë, që e dha një ndjenja hek. Edhe atë ndjenjë të rritë dhe të rejat e kanë hek për zemrave të tëre. Dojnë vetë që jetojnë. Veç vetë, po me pas di zoti vetë me falë të kishë falë. Ti të kishë falë me një vend tjetër, atë tjetër me një vend tjetër, po zoti në ka falë, që t'jetojnë bashkarish, në bashkësi, me vlavin, me motrën, me nanën, me babën, me gjishin, me gjishen. Kjo në familje. Kjo në familje, kjo në mungon, shumë në mungon, kjo vëllezër të ndershëm besimtar ka fillu me të madhe, hiç pa pas nevojë me ju thonë mos e duj plakën dhe plakën. Bashkimi me njerëz devijum, prisht dhe shoqërimi me ta. Shumëtri dhe treja vëllezër të ndershëm besimtar. A me atë njerin e devijum, mi njëherë kapon. Me njerin e devijum, mi njëherë, po që që gjenë me atë njerin e devijum edhe si ju duket e lezetshme ai takimi me ato devijum. Do ta dim se pejgamberi alayhis salam na ka këshilluar dhe ka thonë, njeriu është në fen e shokut ti, se cili nga ju duhet kujdeset se me ka shoqërohet. Nëse ti shoqërohesh me njeri i cili se fal namazin, qasi i edhe ti,
Nëse ti shoqërohesh me një njeri I cili sa agjeron Ramazanin, që ashtu I edhe ti, edhe pse e një nënti. Nëse ti shoqërohesh me një kamatash, I tilli edhe ti. Nëse ti shoqërohesh me një pijandor, edhe ti I tilli edhe ti. Duhet që o bësh blok këtine njerëzve. Jo shoqërimi me këto njerëz, sepse to janë njerëz devijum. Me këto njerëzit e devijum, mos rrini, sepse ju mashtrojnë. Kur vjen vakti e zonit, vetëm shejtani largohet nga e zoni. E keni pa ato mshehen në për kafe. E zoni ato thirë, zoni ditore kanë fjallin, jo për gjumon. Shejtani hik. Na ka porosit pejgamberi alayhis salam, na ka kallëzu se kur thirë e zoni, vetëm shejtani hik. E njerëzit e tonë rrinë që ati, mësën e na, Allah I kabul të bon. E po ti shka bone? Pse po më thot Allah I kabul? Ja, piti zdu Allah I kabul. Nuk e du këtë dua, piti hiq. Sepse ti, si ato vetë vetës të anë të mirë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit dhe thot kështu. Shembulli I shokit keq, është shembulli I farkatarit I cili përdor furrën. Farktarit e dini a shkollaçi vëllezër të ndarshëm besimtar. Ose thot do t'i digjni teshat në shoqërimin e tij, ose keni me morë erë të keqin teshat e juve. Edhe shoqërimi jonë me njerëzit e këqija është kështu. I tillë është. Në rast se ri me shok, cilët janë të këqij, njifën si të këqij. Ose keni me I dish, kena me I gjek teshat tona, ose teshave tone kam I ardhur era shumë I keqe. Prandaj vëllezër të ndershëm besimtar, kujdes. Pastaj shpesh herë disa të ri dhe të reja I lexojnë disa broshura ose revista, cilët nuk dihet se kush I ka shkruar, pa autor. Edhe kur ta shish hin debat me hoxhën. Ku ta shish me imamin e xhamisë hin debat se ki e ka zbulu botën. Me një broshur. Të mira janë ato broshura kur ju dihet emni, mbiemni, kush I boton. Jo se cilla broshure ka botimin si dohet. A sot, të tilla kemi shumë. Edhe kur e lexon ki ata kujton se e ka çliru, ai pe marr shembull Araçinën. Allale se para teje dikush tjetër e ka çliru. Lexo, mëso, studio, vazhdo me mësu, vazhdo me lexu. Pa kujdes o vëlla I dashur, sepse jetojmë në një kohë në të cilën pe e shifni se cili ne kemi rrjete sociale. Lloj ide del ati, çka s'del ati, tulli çfarë alimi del ati, tulli çfarë ulemaje del ati. Dhe jo të gjithëve ne duhet që unë menën edhe duhet që shkojmë mas. Por atë, fëmijët e juve vëllezër të ndershëm besimtar, fëmijët e tonë, duhet jemi nga ata të cilët I çojmë qish herët me këtë. Le ta mësojnë Kur'anin, le ta mësojnë dinin, le të mësojnë nga feja diçka. Mos ja ulojmë kohës me na I eduku fëmijët e tonë. Se kur ti si prind, nuk I kohë, fëmijën tanë me udhëzu, fëmijën tanë me drejtu, këtë punë tjera nuk kanë rëndësi o vëllezër. Ama jam punë, nuk ka rëndësi si I të punu për qatë e vlak. Në rast se ti nuk jam mëson imanin fëmijës tanë, në rast se ti si jam mëson islamin fëmijës tanë, dhe në tjetër jam mëson në atë mënyrën e vetë. E pastaj e krim kokën për vonë është. Mos bëhet vonë vëllezër të ndershëm besimtar. Edhe e fundit, për shtypja disa të rive se feja islama është shkurtimi I lirisë dhe vetëm se me forcë feja islama I ka sembër. Kjo është mendim I disa njerëzve të cilët mundohen në këtë formë ta edukojnë rinin tonë kur ne nuk I kemi eduku. Kur ne që kemi dhonë edukatën si duhet, dikush I ta merre dhe ta trajton fëmijën tanë, evladin tanë, se feja islame thot me hek krije. Feja islame thot, çka me e keqe për fejnë islame, pe shifni. Krejt që ato janë gurë në krije fëmijës, të dhe fëmijë. Fëmijës të cilën t'eski pas vak me eduku. Andaj vëllezër të ndershëm besimtar, kujdes, dhe dhe Zoti xhaleshan u që
Këtë amanet që i kemi ndaj trive tonë ta krymë si dohet, sepse për ta një ditë kemi me pas llogari para Allahut xhaleshanu.